Punojësit e ndërmarrjeve Flora Komdhelluna, pjesë ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbrim, të cilët kanë mbetur edhe pa sigurim shëndetësor, edhe pa pagat e gushtit, sërish bllokuan rrugën para qeverisë për të kërkuar pagat e prapambetura. Drejtuesi i sindikatës tha se në mesin e punëtorëve që protestojnë për pagat e vonuara, ka edhe të semur që nuk mund të realizojnë kontrollet mjekësore për shkak të ndërprerjes së sigurimit shëndetësor. Причината како што и во изминативе денови е кажу. Arsyeja është e njëjtë, si ditë të tjera, pagat e papaguara të muajit gusht. Për fat të keq, ende nuk kemi mirë kuptim nga ana e menaxhmentit të NP Parqe dhe Gjelbrime, që të bëhet pagesa e këtyre të punësuarve në 2 kompani. Siç e shihni në këtë të ftohtë, të punësuarit janë të detyruar që të drejtën e tyre të ligjshme, që të marrin paga deri të 15-in për muajin e kaluar, janë detyruar ta kërkojnë në këtë mënyrë dhe tek disa të punësuar, shëndeti është rrezikuar. Punojësit e ndërmarrjeve Flora Komdhelluna, pjesë ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbrim, paralajmëruan se bulevardi i Lindeni në Shkup edhe të hënën do të jetë i bllokuar nëse nuk marrin pagat e vonuara. Nga ndërmarrja publike Parqe dhe Gjelbrim deri tani nuk ka ndonjë reagim se kur do të shlyhet borxhi ndaj këtyre punonjësve.